الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdatat I takojnë të madhit Allah të baraka wa ta'ala, salate dhe selame I dërgojmë me të dashurit ton Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, ata të cilët kanë shkuar tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani dhe besimtari I fundit në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun te baraka wa taala që ky takim I radhës që po e rinisim inshallah taala të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra do të na bëjnë dobi e do të na shpëtojnë edhe në këtë botë dhe në botën tjetër në takimin tonë me Allahun te baraka wa taala. Ne kemi fillu para Ramazanit, normalisht Ramazani në ka bo një pauzë me kapitinin Hujurat, një sure e jashtëzakonshme, një sure që ne e kemi titullu lirisht është një manual I jete për mirësjelljen tonë, si duhet të mirësjellemi, si duhet të sillemi dhe cila duhet të jetë sjellja jonë korrekte me të gjithë. Është manual, është udhërefys që na tregon si ndërtohet shoqëria mbi ato kondita dhe kriteret shëndosha. Kemi ardhur te ajeti 11, kjo sure ka këtë 18 ajete, nuk ka shumë ajete, po ka shumë rregulla, ka shumë norma, ka shumë kode, ka shumë rregulla të përgjithshme që janë të domosdoshme dhe të nevojshme për ne si individa, si familje, por edhe si shoqëri, pjesëtar të shoqërisë asaj që I takojmë. Ajeti 11 I përmban 6 porosi që janë të rëndësishme. 3 porosit e para lidhen kur ti e keni ballafaqim me personin tjetër drejt për drejt. Qoftë ai besimtar në veçanti, por edhe të tjerët. Ndërsa 3 porosi tjera kanë të bëjnë kur fizikisht personi nuk është me ty, por ti mundesh me godit edhe me lëndu, edhe me dëmtu edhe pse ai nuk është fizikisht me ty. Ato 3 të parat kur është personi fizikisht me ty, lëni ta lexoj ajetin. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. O ju besimtar, nuk ju takon juve me u tall me një grup të njerëzve, me një popull, me një fesë, me një kabile, me një shoqëri, se ndodh ata janë më të mirë se sa ju që ju po talleni me ta, po I përqeshni. A din na shumë herë për fat keq bëjmë llogari edhe tallemi dhe I përqeshim të tjerët. Allahu dhul Jalal thot: o ju besimtar, nuk ju takon juve me u tallë dhe me e përqesh një grup njerëzve, një grup, një mahall, një familje, një katund, një qytet, një krahin, krejtin këtu, se mundën ata me konë më të mirë se ju te Allahu. Pastaj thot Allahu dhul Jalal: wala nisa'un min nisa'in. Po ashtu nuk I takon dhe nuk kanë drejt disa gra me I përqesh disa gra të tjera. Se mund të ndodhë që ato që përqeshen janë më të mira te Allahu se këto që po tallen me ato. Tash këtu ajeti ke I përgjithshëm. O ju që keni besu,
Kur është ajeti i përgjithshëm që keni besu hinë edhe burrat edhe gratë. Po vjen porosia e dytë specifikisht thirrje për gratë, kanë thënë ulemaja se tallja dhe përqeshja më shumë prezente te gjinia femërore. Tallja dhe përqeshja është më e theksuar, kjo nuk është diskriminim, kjo punë mentaliteti. Është më e theksuar te gjinia femërore. Pastaj Allahu te baraka ve taala thot ولا تلمزوا أنفسكم mos provoni në asnjë formë, qoftë me sy, qoftë me mimika, veten e juaj me dëmtu. A ke për shembull na çtojnë ana një 3 veta 4-5, unë ta bëj ty me sy kështu, ta bëj me shej. Edhe i du m'ja punu ati tjetrit, du me nguc, du m'ja bo një hile, du me nënçmu, du me lëndu. Kjo është haram. Jo në njerëz se shtu kur të rritë veç këshyrin, kështu. Kjo është ndalume. Mile është një sure që shumë për juve dhe e dini, وَيْلُلِّ كُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Mjerë për ata, qoftë me mimika, me sheja, kështu që talën me të tjertë, apo edhe me ndoni fjalë fyse, me të ngacmu, me të fy, me të shajt, e kështu me radhë. Pastaj Allahu dhul xhelal thot wala tanabazu bil alqab, mos e thirrni njëri tjetrin me nofka, me ofiqe, me lakabe. Kemi përmend pak në qytetin ton, pak është problem kjo punë. Nuk e di prej kana ka ardhur ky muhabet, ky mentalitet, ky ves. S'po di tash a është edhe në qytete tjera kjo e theksume. Dikush thot që ata këtu ka pas mpej shumë serbe dhe malazez, ata kanë pas merak me shkurtu emnat, a emnin e ka Mustafa, ja ka qitë emnin baba Mustafa, babçyshi i thojnë Muki. Mustafa e ka emnin Mustafa, e ka emnin Muhammed. Çka po diun tash lloj qyshi shkurtojnë, qyshi mbrapshtojnë, qyshi cungojnë ato emna. La ilaha illa. E ka emrin Riza, i thot Riki. Nuk e diun, s'du me fol, ka ardh ky mentalitet, ka ardh kjo formë, ky stil. Por Allahu thot mos e thirrni njëri tjetrin me lakabe, me nofka, me ofiqe, sidomos nëse ty dikush të thirr me një lakab që ti s'ki qef, e urren, ose ndihesh keq, ose ndihesh i ofendum, nuk ka drejt dikush me të thirr. Se që ka thot Allahu dhul xhelal, bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Njerëzve mi u ngjit nofka, mi u ngjit bishta njerëzve, me i thirr qysh ata s'kan dëshirë. Kjo është mentalitet dhe mendësi e fasikave. Kemi dhënë fasik, e kemi përkthy fjalën fasik, ai që ka dalë pe udhës Zotit. Besimtari, emni më i miri është emni i imanit. Më thirr Allahu i ka thirr ehli iman, mu'minin. Robët e tij dashur i ka thirr besimtar në emër të imanit. Dhe nuk na takon neve me i lëndu njerëzit me i thirr me emra të pa dëshiruar. O men lem yetub fa ulaika humu dhalimun. Kush nuk pendohet prej këtyre veprimeve, prej këtyre mentaliteteve, prej këtyre veseve, me përqeshje dhe me utall, me sheja të syve, atë gojesa, me mimika, a me fyrje, me u ngacmu, me u fy, me u lëndu, me u përqesh, me thirr me emna të pa dëshirueshëm, këto janë mendësi jo e besimtarit. Prandaj Allahu thot ata të cilët nuk pendohen prej këtyre veprimeve, prej kësaj mendësie, këtij mentaliteti, le ta dinë se janë të padrejtë. Këto janë ato 3 porosit kur ti je prezent me tjetrin fizikisht, edhe mundesh me lëndu. Po janë 3 momente tjera, janë 3 vese, janë 3 mentalitete tjera që nuk e ki prezent shokun, mikun, vllaun, besimtarin, por edhe në distancë, edhe në largësi mundesh me lëndu dhe me fy. Sikur thosht ajeti 12, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju besimtar, largoni prej shumë paragjykimeve, largoni prej hamendësimeve, po ma mërmendja. Nuk ka për ta mërmendja, nuk ka me hamendësu një punë, dikon me hamendësu një njeri, një punë ti, gjendjen e ti, udhëtimin e ti.
ku prom e pash filonin ish ndal para stacionit policisë, qa pas ka pas. Njëri mundet mund dalësh e një shok, e ka një kolegë që punon aty, mundet më shpërthy guma, mundet 100.000 arsy, po pse ti ki me hamencu, qa pas ka ndodh, qa pas ka bo, qa pas ka kërsit. Ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, o ju besimtar, largoni larg para gjykimeve. Pse? Sa Allah thot inna ba'da adh-dhanni ithm, para gjykimi, hamendja o gjuna, o haram. Pejgamberi alayhis salam ka thonë gënjeshtra ma e drejt për drejt është me fol para gjykim. Demek nëse Allah na ruaj kërkoj falje. Nëse don dikush me thon ko ke gënjeshtar, ko ke renacak, është me fol me hamendje. Ku po din bre, po ma merr mendje mu. Po ma merr mendje ç'shtu është kjo? Nuk ka kjo punë po ta merr mendje ty. Nuk ka puna ti me paragjyku, se nuk është lehti me jep një mendim për një situatë që dikush mundet shumë me u lëndu, mundet me u lëndu familja tina, mundet me u lëndu një rreth, mundet me u lëndu institucioni, mundet shoqëria, mundet shteti. Inna ba'da adh-dhanni ithm, Allahu thot, shumë paragjykime janë haram. Ti mundesh një njeri shumë me lënduaj nuk nga teje, në distancë. Allah mu po më mërmendja filoni e kish blej shtëpi, e kish blej tokë. Valla, nuk e di, s'ma mërmendja që i ka bo me halal. Sigurt me drogë. Pa e din bre që kjo krimi rondë është, droga pe krimeve, veprave të ronda. Kogja prova dhe dëshmi duhet ti me marë, edhe me dëshmu dhe me di që filoni, e ka blej po tokën edhe ato. Qysh ka shkollaj ti po dën njerit me janë gjitë atë akuz ka të rondë. Mos pse po dën me lëndu ka që shumë. Ato edhe veten. Prandaj paragjykimi është i ndaluar dhe është mëkat i madh. Tani thot Allahu dhul xhelal, "Wala tajassasu." Mos bëni përpjekje me hulumtu edhe me e shpionu njëri tjetrin. Shqeni na fjalën me shpionu për shkak tash jeni tri këtu. Ai agja atje pak më i vjetër që këtu shumica janë tri. Pak do unë komandanti, do Artani, pak e kemi mbri këtu. Kjo fjala shpionazh o kon prej regjimit kalum, prej shkive, spionazha. Neve gjithmonë, nuk është spionazha veç armiku, nuk është spionazh. Allah thot, "Wala tajassasu." Mos hulumtoni, mos shprushni me qëllim të lig. Veç me ja kuptu një behone, një mbare, një të lig, një të keqe, një të met, një turp. La të gjësësu. Muslimoni nuk guxon kështu me trajtu muslimonin. Nuk guxon. Tani thot Allahu dhul xhelal, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Mos e përgojoni njëri tjetrin, mos bëni gibet për njëri tjetrin. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Tash Allahu e bën një shembull. Thot, a ka dëshirë dikush për juve me hongër mishin e vllaut vetë për zvdekni? Kjo është edhe më e lehtë se sa me marë për gojë tjetrin. Domethënë ti veç kur mundesh veç me paramendu njeri mishit për zgjalli s'hat, për zvdekni hala ma keq. Por me marë për gojë një njeri me përgoju është më e rëndë edhe më irituse, më e gërditshme se me hongër mishin e vllaut tënd për zvdekni. Allahu na ruajt. Pastaj Allahu te baraka ve taala thot, "Wattaqullah", frikojeni Allahut, "Inna Allaha tawwabun rahim." Allahu pranon shumë pendimin tuaj, edhe Allahu është i mëshirshëm. Është interesant të që kjo ajeti 12 ulemaja ka thonë, ndikoj me vëmendje, ka thonë ulemaja Allahu na ka ndalu në fillim mos me hap shtegin, rrugën që të qënë të shumë e keqja. Hapi parë për me quta ajo e keqja e madhe është me paragjyku. Momentin di kur fillon me hamencu për një njeri,
Çka po thu bre filoni? Po shkon shpesh në Stamboll. Filoni po shkon çdo 5 javë po shkon në Evropë her atje. Çka po ta merr mendja? Kërkon se ka ky, çka po lypaj atje. Do të shqo, fillon me hamendje. Allah po thot mos e vazhdo këto me hamendje. Se paragjykimi është gjuna. Po tash nëse don tash ti me leju shejtanin me shku ma fill, tash kjo lyp. Thot atin çka? Tash pe kësaj faze ka lënë faza 2 të gjessësu. Mos shkoni tash me hulumtu, me shprush, me këshyr, me shpionat. Me kon po shkonaj, me kon po rrin, ku po shkojke, qa po bëjke, që pe veti filonin, i shkon në aeroplan me filonin, o undal, kush e priti, qka boni, do më thonë, kejtë to jonë, se të një kjo të qënë një fazë haramat keqe. Pra ndaj ulemaja ka thonë, Allahu të baraka wa ta'ala, na ka eduku në start për mos më artë ajo e keqe e madhe, ka thonë, mos para gjiko. Nuk ka nevoj me hamendësu, se hamendësimi e ka përfundimin shumë të keq. Është interesant, vëllezër, me përmend një hadith pejgamberit alayhis salam në lidhje me gibetin, shumë është interesant. Kur pejgamberi alayhis salam e ka jap një definicion për gojimin, për gibetin, ka thonë, për gojim është me i përmend vllaut ton diçka që ai s'ka qef me ja përmend çato. Edhe njerën, dhe që është shumë më rëndësi me e kuptu thelbin. Pejgamberi e ka përkufizu. Pejgamberi ka thonë, për gojim, gibet, quajmë, kur ti një vllavit tënd, një shokit, një aranit, një dostit, një kolegës, një bashkëqytetarit, ja përmend një punë që ai s'ka qef me ja përmend. Kur e ka ndigua i shoki pejgamberit alayhis salam, pejgamberit i thonë kështu, u habit ka thonë, ja Rasulallah, çfarë pyetje ka bo? Ka thonë, ja Rasulallah, e nëse unë qatë pun që e përja përmendi atine, a i s'po ka qef, a i e ka qatë pun, a kom hinë gjyna une? Pejgamberi alayhis salam ka thonë, po, ti s'pe janë gjetë, nëse janë gjetë o ma keq, nëse janë gjetë e se ka, ajo shpifje. A pe kuptoni dallimin? Pejgamberi tha, përgojim gibet, do në të thotë, me i përmend vllaut tënd diçka çka i s'ka qef. Ai shoku i pejgamberit tha, ja Rasulallah, po nëse unë po ja përmendi që ato që ai s'po ka qef me ja përmend, ai e ka çat punë, e ka çat behone, e ka çat met. Pejgamberi tha, po. Atëherë ai demek dashte me thonë, po nëse s'po ja shpifi, s'po ja ngjes. Pejgamberi tha, nëse ai se ka, e ja thush kjo maket se ja ki ngjit diçka çka s'ka, i ki shpif. Në të dyja situatat ato keq. Është keq dhe ma keq. Do të thonë, nasionin situat nuk është mirë. Prandaj vëllezër të dashur, pejgamberi alayhis salam i ka përcaktuar do parametra edhe do rregulla si duhet të jetë shoqëria islame. Shqoni vëllezër, nuk kena pas fatin, tash po flas në mënyrë ekskluzive për mentalitetin e besimtarit. Na nuk kena pas fatin të gjithë, dikush prej neve ndoshta ka pas atë fat, po jo të gjithë në shoqërinë tonë kemi pas fatin me u lind edhe me u rit në familje ku kultivohen edhe njerëzit e asaj familje edukohen prej vëzhlisë në frymën islame. Na këti kemi familjet musliman, nuk ka asnjë dilemë. Por jo në të gjitha familjet tona kultivohen rregullat edhe normat fetare. Tash që ato që i ki nga të synit ja din sendet. Tash një njeri që jeton në Malishev, ti se nje kërkon Malishev, kërkon se ki, nuk ki shumë motive ti me marë për goje një njeri që në Malishev. Ka në merë për goje, që ato që i ki vesh 20 danë që atë kujshin, që shë për zë ditë që ka po vjene, që ka po bjene, që ka po bane, edhe tash aty jonë shumë sende. Kur rritemi ne në një ambient familjar,
Kur ti edukosh, mos me shajt me non askend. Kur ti edukosh, mos me fol fjalë të pista. Kur ti edukosh, mos me paragjiku. Kur ti edukosh, mos me marë për goje, mos me bë gibet. Kur ti edukosh, mos me shpif. Kur ti edukosh, që tash nuk po du me hup kuptimin edhe s'po du me bot qesharake këto, po kom një për para heret. Tash o kon havalja të na jon kon, o kon ka pas një edukat. Po do familje që i kanë pas shtëpiat pak si në rrugë, pak si në qendër, ato gratë e kanë qitë një varshamije që shtu di unë bot të bdile, e kanë qitë vetë sytë me këqyrë kush po ece, kush po shkone, me marë informata, kush po vjene, kush o ardhe, kush së ardhe, ama me një farë, i kanë qitë shamin, mos më ditë kush shka qysh teka, më këmëtan. Krejt këto vinë ndesh me normat fetare islame. Normat fetare islame kërkojnë që shoqëria me qenë ideale, shoqëria me qenë shembullore, shoqëria me pas stabilitet, me pas siguri, me pas harmoni edhe mirë kuptim, me pas miqësi dhe dashamirësi, me pas mirësjellje. Dikur s'po di, mos foli kot 50-60 vite, para 50-60 viteve, bajaki shoqëri, për shembull kemi qenë. Nuk ke pas ti mundësi në rrugë dhe në lagje me ndi ndonjë djalë të ri me fol fjalë vulgare. Ata njerëz që janë kon manmosh, ata që janë kon pleq, që janë kon autoritet me respekt maksimal, i pa kontestueshëm. E kanë pas atje plakin 100 metra për para e ndalë, e kanë nalë topin fëmija, e kanë nalë lojen. Nëse ka pas sende ndori në shku shpejt me njere, me shku me ndimu me, më thonë, një farloj respekti, një farloj kodi i shoqëris o konë në stat lartë. Kur bjen kodi i shoqëris standardi, sa ma shumë bjen, edhe i pragi është i cek të problem. E kemi diskutu këtë shumë herë. Unë ju më rrit edhe ju më le desa se më shkun me drezen në Karagaq. Krejt verës në park të në ditën kom nejtë. Në park nuk ka pas sendet pahishme. Në park kanë mujtë fëmija, gratë, të gjithë kanë mujtë me ndajtë në park se s'ka pas sendet pahishme. Sot në park nëse ti e merë djalin tonë, qiken tonë, grun tonë, nanën tonë, printe tu i merë dhe donë me dalë verës, e ki kogja problem, s'din ku donë mu ullë. Se she pamje që jënë të pahishme. E park jo vend publik. Park jo vend publik. Tash ai ka me thonë, po qka sa ki drejti, kom drejti dhune. Në jo zotni, nuk ki drejti. Unë s'pu du mu marë me ty, po dikur ai standardi në shoqërinë tonë o konë koqajnelt, tash o ra, është ra. Pasha Allah në halë në banes teme, për ju të regoj, sinqerisht, na u kanë prish do dyrt garajtave, edhe s'po bon kush pej 200 shpive, s'po bon kush rahmet me indreq. Edhe e kemi problem që aty ku i lojnë veturat, gati çdo ditë, se i kem 3-4 shkollat mesme i kemi aty afër. Ja kom nis gati mu dërzu, s'muj mu me, ja kom nis, jam ka tutna me i pyt ata tri dhe ato treja që ndonjë herë isha edhe në pamje jo të hishme. Po tutna me shku mi u fol, po tutna se mos po del djali ose vajza e dikuj që kam shumë respekt. E toni jam mes dy zjarëve, a me i tregu a mos me i tregu. Me i tregu a bën hajra, a bën sherr. Besa bes një dit i thash njoni tani ka dalë hoq mos piskat. Ha i kish një 16 djeta 17, qka mi bo? Qka mi thonë? Ula, hajt mirë po piskat, u s'kesh një piskat hiq. Mi ja kap veshin, qysh mi ja kap veshin, ish një kry ma i malsone. Në më dhënë, krejt të jonë problematika. Pse se si shoqëri e kena prinu, e kena pranu, jena dorëzu, si shoqëri e kena pranu edhe jena dorëzu para qëti mentaliteti, para qëtyre pamjeve, na u kanë bo normale. Edhe veç shukat,
thuj pe uli kryt, kjo gabim se çka ka thon pejgamberi, nuk du me krahasu këto çka ka thon pejgamberi me kohën tonë, se nuk është, po ka thon pejgamberi alayhissalam, para ditës kiametit vjen një kohë, një zaman me nder para juve, njerëzit bojnë marrëdhënie në rrugë, më i miri në atë kohë është ai që i thot s'ka jovni pak bre. Nuk është kjo kohë këtu të na, alhamdulillah, nuk është kjo kohë. Nuk është, në mos e keq kuptoni. Po ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam që vjen një kohë, a dini për vëllezër që ka kafsh, Allah ju nderoft, ka kafsh që kur e kryn marrëdhënien intime, me i kuptu kafsha që ti po i sheh, on gjendje me të sulmu, me të mbyt. Kafsh, që kafsha nuk ka mendje, kafsha ka instinkt. Por me instiktin e saj kafsha e ka një farë lloj kodi moral, po them kështu nëse guxoj me thonë, për kafshën. Se tash ata, a ju e dini, shkenca edhe njeriu e qunë kafsh, po thot kafsh me 2 koma dhe kafsh me 4 koma. Mirë, ky njeriu që Allahu ul Xhelal ja ka besu botën, tokën, gjithësinë e ka bo më këmbës në tokë. Pranoj vëllezër, kjo sure e madhe o shumë e rëndësi për gjithë ne, se na mëson qysh na mundemi me kontribu që në shoqërinë tonë me ndërtu një shoqëri shembullore që i ka hije, një shoqërie që ka synime të larta, o shoqëri ideale, punon, vepron, i edukon brezat gjeneratat për siguri, për stabilitet, për mirëqenie, për rahati, për dashamirësi e kështu me radhë. Dhe ajeti i fundit për sonte, veç po kalim thi po e marim dhe po e përfundojmë shpejt, ja i hën nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, o ju njerëz ju kemi kriju prej një mashkulli dhe një femre, wa ja'alnakum shu'uba, ju kemi bo popuj, wa qabail edhe fise, li ta'arafu, që të njihinin mes veti. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ma i ndershmi prej juve te Allahu, ma fisniku, është ai që është më i devotshmi. Ky ajeti 13 me këtë po e përmbyllim, është model, është frymëzim, është yrnek kundër diskriminimit, kundër racizmit, kundër çfarë lloj padrejtësie që munden njerëzit me qenë të motivum. Ky ajet i shuan të gjitha dallimet që njerëzit i kanë. Zoti na ka kriju me dallime. Zoti nuk na ka kriju unikat, na nuk kemi krejt një ngjyrë, një racë, një peshë, një shtatë. Jo, Zoti na ka bërë të ndryshëm. Dhe këtu është bukuria e krijimtarisë Allahut, por jo na me fy e me nënçmu, e me diskriminu, e me shtyp, e me ul, edhe me tregu racizëm edhe urrejtje ndaj tjetrit. Se Allahu po do të ktheuni në fund thot, o ju njerëz, ju kemi kriju prej një mashkulli, një femëne. Krejt origjinën, në origjinë kthehen te Ademi edhe te Hava. Ju kemi bo popuj, ju kemi bo fise, li ta'arafu, mu njof me zveti. Dallimet me plotësunin i tjetrin. Ti me marë për dikuj diçka, ata shkërvjen puna kush o ma i miri, edhe ma i ndershmi, edhe ma fisniku të Allahu, et kakum, aj që i tutet Allahut mas shumëti. Aj që ma i devotshmi. Për ata, pejgamberi a.s. kër i ka pa, ata që ishin pasri, ata fëmijë të ri, ata djemë të ri pej ensarve dhe edhe muhaxherve, edhe jën kap, do djemë jën re me zveti, edhe kur jën re, jën dalë të atë ensarve, ka dhëmë, ku jën ensart? Kur ka ndik të muhaxhert, ku jën muhaxhert? E pejgamberi a.s. mu i dhënë, thot, aty kon unë gjallë mesin e juve, ju me kësi thirje, e paramëndoni na 2 milion njerëzina, kur t'ja nisëm i na muhasmu, në basketbol hasmeri, në futbol hasmeri, në handball hasmeri, që ka tjetër, në të sene tjera. Ku është ajo qka është e përgjithshmja që na bashkon të gjithve? Prandaj kjo është Islami. Kjo është Islami që kërkon më ndërtu një shoqëri
shëmbullore. Nuk len mina, se në të shoqëri ku ka mina, ato mina një ditë shpërthejnë, eksplodojnë. Sa është zarari i madh nuk e dim. Islami nuk len mina. Islami krejt terenin e pastron, pa mina. Teren i sigurt, teren i pastërt, pa pasoja, pa probleme. Absolut. Prandaj i ka thonë pejgamberi alayhis salam me këtë përmbylli Fatimes radhiyallahu anha, oj Fatime e bia Muhammedit, puno vepra të mira e fitoje xhennetin e Allahut me mirësitë e tij, sepse jeti bia e Muhammedit nuk shpëton dot prej zjarrit. Nuk shpëton dot prej zjarrit. Po, ajo Fatimia radhiyallahu anha është loçka e zemrës pejgamberit, është ehli bejt, o familja e Resulullahit alayhis salatu wassalam, por nëse s'bën punë të mira, nëse kjo i takon, nëse kështu i ka thonë pejgamberi Fatimes, të tjerët janë shumë larg. Allahu na udhëzoft e na dhash të mbarën, na boft me qenë shërbëtor të mirës e dinit islam, e të vendit e të shoqërisë tonë. Allah është përbleft, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammed.